Ekipet e mbrojtjes dhe shpëtimit në bashkëpunim me zjarr fiksi që nga orët e hershme kanë dalur edhe në komunën e Rahovecit si pasojë e vërshimeve në vend. Rreshtet e vazhdueshme të shiut që kanë përmbytur disa zona e kanë detyruar komunën e Rahovecit që ta themeloj edhe shtabin komunal për emergjencë. Ky shtab, sipas njoftimit zyrtar, operon në çdo kohë dhe koordinon të gjitha ndërhyrjet për menaxhimin e situatës dhe sigurinë e qytetarëve. Këtu kam edhe ne jemi në fshatin Çifllak, në Valon Thaqin, një banor i të cilit i është përmbytur shtalla. Përshëndetje nderuar. A mundeni më na tregu se si është gjendja në shtallën tuaj? Valla për mëngjesin ka qenë shumë jashtëzakonisht rrezik, por ndërkohë ka rënë niveli i ujit. Domethënë po është që tash për momentin apet të rrezik se vazhdimisht së tunel rreshtet. Mëngjes i shafru bukur shumë se e kam mbi 2 metra në alësi. E bukur shumë i shafru, po dome kam pak, po jo bashkë, ade dome diçka të rrezikshme, po ka diçka dome, po ç'a me bo, shtët. Çfarë dome ka? Janë me zhavar që të problemet ma shumë të dome, dhe po pritet tash me rreshësh apo diçka që vazhdojnë të jetë, vazhdimisht shtët. A jeni kanë me pa shtallën tash? Po, në mëngjes jam kanë, s'po dilet veç me traktor, kjerëm kam jetë për i promshit që kam qenë roje, të në mëngjes kam nejtë zgjuar për shkak rrezikimit atje të që për rresho, po tash për momentin ora pak, po apet vazhdimisht është atje të sjell çaj nivel, bukur shumë. Rrezikohet, po tash shumë. Po për kafshët që keni në shtallë? Për kafshët, shka me thonë, rrezikon vallaj, po tash puna Allah, ç'a po di, qysh t'i vjen përfundimi. A nuk i keni siguruar dikon? Ja, jo, si kena siguruar. Se unë si vetë kam kaluar shtallë 3, edhe se kom prit atë që rritet bashkë qështu, se kjo pjesë zakonisht rritet, po që të nivel s'ka ndodhur asnjëherë. Edhe, çish me thonë, është rrezik. Moment të moment, e tash po pritet të nesër me pas vazhdimisht atë shije, po që aty më shumë, po sot e kena t'i kaluar të rrezikin që e konë pak ma keq. A mundeni më na tregu pak për shtallën, se sa kafshë keni aty dhe... I kom për momentin, i kom një 20 lopë qumshtore dhe i kom një 10 viqa për majmeri që janë, më thonë, aty, po ma shumë rrezik është se janë disa fshata këto janë pasaset, Koznik, Polluze, që janë bo dome dhe vërshimet mëdhaja, aty zdjerë gujt nëna, kalan të një përru, që këty vend thirret sërash. Bas që ti përronit, po bëhet pak ma shumë që të probleme po vjenë. Nuk e kom prit bashkë qash shumë se rrezikohet, po që tash për momentin është bukur rrezik, apo kuptat se të shtoka është krejtë e përmbytur me ujë edhe pritet edhe në rrezik tjetër. Pse nuk keni siguruar me pas se ai keni ende kafshët aty, a mund të largohen ato? Ja, për rrezik me pas diçka po mujmë t'i largoj, po veç mi liru, apo dhe mi gra, apo dhe mi shupi shtallës, po kështu tjetër s'kam tjetër siguria, apo kuptat. Po ndonjë dëm tjetër, a mundeni më na tregu? Valla për momentin s'kam dëm tjetër, nuk kam, absolut. Mëngjes kam qenë edhe të një familje që janë në Sahita, i tra me Kaznikut Çifllak, edhe aty ka pas dome, një 2 shtëpi janë, domethënë fundose, ka 1 metër e gjys. Një familje kem pas edhe një problem atë, është lindu një gru në moshën 6 vjeçare, edhe më nxekë kena bartë, kena tentu 2 herë me traktor, me liru, me bartë, po s'kena mujtë, se fell jenë arë me bartë, me eskavator ose me lundër edhe më nxekë kanë bartë. Kanë qenë bashkëpunëtor këta ekipi i zjarr fikse edhe bashkë vendas ka pak e kena animu vish, ka pas lindime aja është lindu në krah dhe në kohë pakës, po mirë kanë kalu, nuk ka pas qesh diçka rrezik për jetë. Po ekipi i zjarr fiksave, a ka qenë edhe të kjo? Ja, për momentin s'ka qenë se sa konë jashtëzakonshme, ade më konë rrezikshme diçka, po unë që tu po mbrona me që traktor, valla, po duhet më barë se s'po moj me tjetër, sa në kjerëm ka metë, që aty mune me vërtetu edhe për kjerë që më ka metë si nishull, për shkak se reshe shumë edhe s'po guzoj me qitë nena. Tash po pritet kur stabilizohet pak. Ditët në vijim do të ketë intensitet më të lartë të shiut, a do të ndërmeni diçka për me siguru shtallën? Për momentin, s'di që të thomë se nuk kem marrë me këto iniciative të sigurimin diçka, po vitin që është i, besoj se duhet me bë diçka të pamundshme për me regjistru në sigurim diçka se po pritet gjithçka. Mundet me pas kënena rreshe adhe vazhdimisht,
se është edhe si gryke ngrek, nëjna, edhe kemi edhe lumin e Drinit Barto shumë afër. Para një 3 vite ka ndodha dole edhe pishtratit lumi, ka ardhur deri i komunë dhe sera aty dhe afër sera, po dome diçka jashtë zakonshme s'ka bo, po që të domet e aro jënë ka pak. Tash për momentin jënë ka pak që të dome, për shërë ba. Faleminderit edhe jo që keni marrë pjesë. Atëherë, unë për ju lë që të ndiqni disa poemi live të vërshimeve në këtë fshat në komunën e Rahovecit.